Shumë as kur shkojsh në banjo, kime mendu 2 herë, sepse një gjykat ka marrë vendim që kjo e drejt elementare bazike të hiqet nga ora e punës, pra mos të paguhet në rrugë koha në të cilën ti e shpenzon në tualet. Po, dëgjua drejt, pra e drejta jote elementare bazike është marrë me vendim të gjykatës se në Neuchâtelit në Zvicër që koha e cilën punëtori e shfrytëzon në tualet të jetë kohë e cila nuk paguhet në orën e punës. Pra, me këtë vendim, për shkak të kompanisë Gensinger e cila prodhon ora, ka për gjykata të detyrueshme që regjistrimin gjatë kohës, pra që regjistrimin nga orari i punës, gjatë kohës sa jenë në tualet, duke ta hequr të drejtën elementare bazike. A mendoni që ky vendim i gjykatës ka shkel të drejta e njeriut, ajo dhe a do të shkohet edhe më larg në gjykata tjera, apo ky vendim do të mbetet kështu në fuqi?